biseda që janë pa dashur të analizoj atë çfarë tha zoti Qyno, por na dha një shembull shumë të mirë se si mendojmë ne që jemi ekspertë të fushave të ndryshme, dikush në gazetari, dikush në siguri, dikush në juridik etj. Pra, si mendojmë ne dhe si duhet mendoj institucioni që ka përgjegjësinë ligjore. Pra, e tha bukur. Kemi grupe të cilat janë akuzuar, janë hetuar, kanë shkuar në gjyq dhe Spaku i ka çuar atje si fajtor, ndërkohë që gjitha provat që në paraqiten që prova kanë dalë të pafajshme. E shikon çfarë dëmi i është bërë atyre personave të cilët dëm moral, psikologjik, karrierë, gjitha janë shkatërruar për shkak të një hetimi. Tani, prandaj ne nuk duhet përsërisim të njëjta gjëra kur i kemi parë, dhe unë nuk jam tifoz i arrestimeve me kërkesë të prokurorisë, pa përfunduar hetimi i plot për persona të cilët nuk kapen në flagrancë në kryerjen e veprave penale. Nëse ne kërkojmë për zonjën Balluku arrestim menjëhershëm për një vepër penale që është mosbarazi në tendra, që është një nga veprat më të lehta në kuptimin e masave shtrënguese. Dhe ishte në pozicionin e zëvendës kryeministres, ishte deputete, ishte ministre, përfaqësonte, ishte kryetare e një force politike për një qark caktuar, qarkun e dytë më të madh në vend. Dhe nëse ne do shkojmë në këtë lloj teorie që ta arrestojmë sa të mundemi dhe në fund këto njerëz na dalin pafajshëm, ne duhet shkojmë pastaj të kërkojmë prapë që kush e mban përgjegjësinë mbi këtë urdhra, mbi këto kërkesa të cilat nuk kanë konkluduar në prova konkrete. Prandaj unë jam me pjesën e parë që zoti Qyno tha, që ne duhet presim, ne duhet shohim provat, ku them ne, po them institucionet, hallkat e gjykimit duhet shkojnë deri në fund, dhe në fund kur të merret vendimi i formës prerë për faqësi dhe mosfaqësi, personat të cilët nuk janë kapur në flagrancë, personat të cilët kanë treguar që nuk kanë rrezikshmëri largimi nga vendi, nuk ka pse të shkohet në arrestim direkt. Këtë e tha dhe gjykata kushtetuese. I kërkoi gjykatave në vend dhe prokurorive në vend që prokuroria të argumentojë mirë pse duhet shkojë në masën e fundit shtrënguese arrest, dhe gjykata duhet mendohet mirë nëse jep një vendim për të cilin kërkohet masë shtrënguese maksimale. Tani, në rastin konkret, dëmi është personal, po provat ka thënë dhe për këto grupe të cilët kanë dalë pafajshëm, gjithë kanë qenë provat në dosje. Problemi është se kur dalin nga dosja dhe ballafaqohen me gjykatën, nuk na del realiteti ashtu siç është. Kështu që unë jam me këtë që personat të cilët ka një hetim, duhet shkoj gjykimi deri në fund dhe deri në atë pikë ku të jepet gjykata e apelit thot fjalën e saj. Dhe pastaj nëse gjykohet për arrestim, le të arrestohet, por nëse ne kemi rastet që i kemi tashmë nga këto institucione, nga këto prokurori të cilët kanë kërkuar masa ekstreme dhe në fund kemi rezultuar që i është shkatërruar jeta, karriera dhe mundi i viteve të jetës, atëherë ne duhet mendohemi gjatë. Për rastin Balluku, Lejo të ta bëj një pyetje. Të bëj pyetje me për kë ka më shumë prova sipas bindjes tënde për Belinda Ballukun e për Ilir Metën? Unë jam për asnjë mos të arrestohet pa përfunduar gjykimi. Po pse majnë burrë? Sepse ne nuk jemi në gjendje, unë jam opinionin tim. Unë e kam qenë me këtë opinion. Po pra, unë jam me këtë opinion. Tani unë nuk. Po ja pra po vërtetohet ky standardi. Jo pra jo, unë jam për këtë standard që nuk duhet arrestuar askush që nuk kapet në flagrancë dhe nuk ka tendenca rrezikshmëri të largohet. Pikërisht. Pra, nëse jemi këtu. Nëse është vepër, Spaku ka dalë nga shinat. Ose du t'i mbaj dosjet sekret edhe mos dalit lomotisi në për konferenca? Ky është një problem. Ta mbaj sekret. Konferenca duhet dalit dhe t'japi aq informacion se duhet. Jo, konferenca. Ka një ligj standard për komunikimin me publikun dhe me gazetarët. Për Spakun. Spaku, po që se përbën sekret hetimor, du t'myll gojen edhe dosjen. Ta ruaj. Po e nxorin pazar, ti ke drejt të analizësh si pas mendjes tënde, unë si pas konceptit tim, zotria si prokuror si pas profesionit vetë, dhe gjithë kush edhe opinioni publik fillon e thot këtu ka pazar. Mbaje sekretin, mos e nxirr, kur ti ke shkopsitur gjitha letrat, procedo, zotri, procedo. Ose me arrest në burg, ose me arrest shtëpie, ose me gjitha masat që të ofron ligji. Është Spaku ai që e ka fillu ta bëj këtë lojë, sepse ne kemi duar trokitur për Spakun
pikërisht atëhere, kur ne ishim të merruar se ne po na vjedh shteti, po na vjedhin politikanët majtas e djathtas, dhe askush nuk i ndalon. Kur SPAK-u ngriti steken duke i goditur, ne tham, opa, e fituam drejtësinë e re. Kur SPAK-u filloi të përdor dy standarde, dhe sot e kësaj dite, absolutisht në mënyrë kategorike, ne nuk e dim fatin e inceneratorëve, fatin e 430 milion eurove. Ne, edhe sot e kësaj dite, nuk e dim qa u bë me ato dy generatorët e fuqishëm, Tigrat në Vlorë. Sa para paguim në muj ose në vit, kush e ka bërë, se janë gjithë këto bëma në një periudhë qeverisje të një individi. Po, si ka mundësi... Deri tani për Tigrat nuk ka në akuzë konkrete për personat të tuar, apo nuk ka ndonjë vepër penale që është konstatuar. Po mirë, se kjo është opinioni jonë pastaj. Po jo pra opinioni, unë bëj opinion. Atëherë, si ka mundësi që në këtë periudhë 1 kilometër rrugë ka shku 22 milion euro? Si ka mundësi që këto rrugët që bën 22 milion euro janë shembur gjitha? Ma gjej një që nuk është shembur, edhe unë të duar të rokas ty. Edhe të tham s'ka vepër penale. Vetë një rrugë që ka shku 2 milion euro, ndoshta po i referohesh është Unaza, e cila ka shku 22 milion euro me gjithë dëm shpërblimet dhe me gjithë ndërtimet që kanë qenë mbi të edhe ndërtimi. E keni gabim. Nuk di rrugë tjetër unë që është përfolur pak. Shpërblimi është tjetër fond, mos gatro. Ka shkuar rruga e Arbrit me 2 korsi vajtje ardhje, ka shkuar mbi 30 milion euro kilometre. E din ti apo se din? 30 o 30. Nuk besoj. Si se beson, po janë shtu fonde pambarim 6 vjet rresht. Është thjesht për të... Po a di sa është rruga, 20 kilometra gjithsej. Rrugët kanë qenë të Ministria e Lukut, edhe e gjitha, që ta mbyll.